Një auditim i kryer nga kontrolli i lartë i shtetit ka nxjerrë në pa një situatë shqetësuese në laboratorin e kontrollit pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, ku gjatë viteve 2021, 2023 dhe 2024 nuk është kryer asnjë analizë laboratorike mbi barnat për trajtimin e sëmundjeve tumorale, përveç 8 analizave të evidentuara gjatë vitit 2023, ndërsa gjatë periudhës janar-mars 2025 është kryer vetëm një analizë laboratorike. Nga auditimi të dhënave të vëna në dispozicion, rezulton se gjatë viteve 2021, 2023 dhe 2024, laboratori i kontrollit pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore nuk ka kryer asnjë analizë laboratorike mbi monstrat e barnave për trajtimin e sëmundjeve tumorale të dorëzuara në kuadër të autorizimeve për tregtim. Vetëm gjatë vitit 2023 janë realizuar 8 analiza të tilla, nga të cilat 4 për barna të destinuara për përdorim spitalor, ndërsa në periudhën janar-mars 2025 është evidentuar kryerja e vetëm një analize. Këto të dhëna tregojnë për një nivel minimal dhe jo të qëndrueshëm të kontrollit laboratorik mbi barnat antitumorale, duke ngritur shqetësime serioze për cilësinë dhe sigurinë e këtyre produkteve farmaceutike që qarkullojnë në treg, nënvizon në raporti i KLSH-s. Auditimi thekson se laboratori i kontrollit nuk ka analizuar mostrat që shoqërojnë dokumentacionin për dhënje autorizimi për tregtim në përputhje me kërkesat farmaceutike ose metodat analitike të përcaktuara nga prodhuesi, duke e vënë këtë veprim në kundërshtim me rregulloren e brendshme të agjencisë. Sipas raportit për periudhën 2021-2024, sektori i laboratorit nuk ka të përcaktuara afate zyrtare për realizimin e analizave dhe procesi i punës nuk është i dokumentuar në mënyrë të strukturuar që nga marrja në dorëzim e mostrës deri në nxjerrjen dhe raportimin e rezultatit. Mungon gjithashtu një metodologji për përzgjedhjen e mostrave nga lista e barnave të importuara dhe nuk evidentohet ndarja e qartë e përgjegjësive ndërmjet stafit teknik apo procedurat standarde të punës që do të duhej të ndiqeshin. Situata bëhet edhe më kritike duke marrë parasysh qarkullimin e gjerë të barnave të importuara nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe botës, të cilat pajisen me autorizim importi pa u shoqëruar me një kontroll të detyrueshëm laboratorik mbi përbërjen dhe cilësinë e tyre. Raporti i KLSH-s thekson se mungesa e analizave laboratorike dhe standardizimit të procesit të kontrollit cënon drejt për drejt misionin funksional të laboratorit të kontrollit në AKBPM, duke krijuar boshllëqe serioze në garantimin e një tregu farmaceutik të sigurt, cilësor dhe që i përgjigjet nevojave të shëndetit publik. Nisur nga gjetjet e auditimit, KLSH rekomandon që AKBPM të sigurojë kryerjen e analizave laboratorike për barnat e dorëzuara për autorizim tregtimi me fokus të veçantë te barnat antitumorale, duke zbatuar procedura standarde pune dhe metodologji të qarta për përzgjedhjen dhe kontrollin e mostrave. Sektori i shpërndarjes së barnave dhe pajisjeve mjekësore të rishikojë dhe forcojë mekanizmat rregullator në mënyrë që çdo bar i autorizuar për tregtim të shoqërohet me kontrolle laboratorike dhe të garantohet akses i sigurt dhe i drejtë i pacientëve te barnat jetike, thekson KLSH. Raporti nxjerr në pa një tjetër problem serioz që prek drejt për drejt jetën e pacientëve që përdorin barna antitumorale, duke rrezikuar cilësinë dhe sigurinë e trajtimit mjekësor në vend.